World Cup në RTK Radio. Tani më, veç është mësuar emri i kombëtarës së parë finaliste është Spanja, që mbrëm në gjysmëfinale arriti ta mposhtë Francën shumë të fortë deri në këtë fazë me rezultat për 2-0, kurse kundërshtari i Spanjës në finalen e madhe të 19 korrikut do të mësohet sonte prej orës 21 ose pas orës 21, kur do të luhet edhe ndeshja e dytë gjysmëfinale ndërmjet Anglisë dhe kampionit në fuqi Argentinës. Për këtë, tani më si rëndom më tepër se një muaj do të diskutojnë gjerë dhe gjatë me dy të ftuarit tanë të respektuarit në krahun tim të gjatë. Kam dikur futbollistin e njohur, po ashtu edhe trajnerin, tani më drejtorin e kombëtarës së Kosovës në futboll, i nderuari dhe i respektuari Muharrem Saiti, i cili edhe njerë si gjithmonë tjetër në dispozicion, në disponim dhe në gatishmëri që të jetë pjesë për të na nderuar në këtë emision special kushtuar Kupës së Botës. Muharrem Saiti, faleminderit shumë. Është kënaqësi, për ju në çdo kohë dhe gjithmonë është kënaqësi të jem musafir. Në krahun tim të majt kam një shok, dikur kemi bashkëpunuar shumë, jo se tani nuk e bëjmë një gjë të tillë, është Lori Kjashanica, në fakt një djalosh i cili qysh ka nisur të merret me gazetarinë sportive, tani më veç ka shumë përvojë, është pjesë e gazetës Blitz, po ashtu tek sporti. Kështu që të falenderoj shumë shoku im, miku im për prezencën tuaj. Kënaqësia është e imja dhe shpreh rastin me ju falenderu publikisht për hapat e parë në gazetarinë sportive. Faleminderit shumë. Shpresojmë që të paktën kemi kontribuar në mënyra të ndryshme, të paktën që ju tesni një karrierë dhe po e keni bërë një gjë të tillë. Absolutisht, jam shumë i lumtur që hapat e parë i kam marrë në institucion si ky me juve, me kolegët të cilët kanë qenë tashmë disa pensione, disa fatkeqësisht edhe të ndier. Gjithmonë do t'ju kujtoj dhe do t'jem falënderues për ato që më kanë japur fillim karrierës. Faleminderit shumë. Unë jam Fatos Preniqi, faktikisht jam bashkë me shumë kolegë të cilët në të vërtetë edhe po përkujdesen për realizimin e këtij emisioni special, ku thash jemi drejt për drejt edhe në rrjetin tonë social Facebook dhe në po të njëjtën kohë në RTK Radio nëpërmjet frekuencave 95.7, 91.9, rtklive.com është një mundësi tjetër ku ju mund të na bashkoheni, është Hilami Sufi, më pastaj Krishtin Qarkaxhiu, mos harrojmë Driton Bunjakun dhe antarët ose kolegët nga redaksia e sportit, producenti Faruk Bajrami, organizatori Remzi Mustafa dhe kolegu Edmond Thaçi. Pa humbur kohë, me njerë kështu, siç e thonë amerikanët, let's go to the business. Kemi Spanjën që pas ndeshjes së parë gjysmëfinale veç arriti të mposhtë një Francë që deri në duelin e mbrëmshëm është cilësuar si njëra prej kombëtareve më pretendente për ta fituar të gjithë kampionatin botror, për shkak të asaj se çfarë tregoj dhe dëshmoj, por që në gjysmëfinale ndodhi kundërta Spanja, u tregua në çdo aspekt skuadër që arriti të menaxhojë gjithçka mirë dhe të eliminoi Francën prej 2-0. Si gjithmonë para një dueli mirën për bazë shumë faktor. Këtë rast edhe unë personalisht e kam favorizu Francën për shkak të kualitetit që ka, kontingjentit të lojtarëve që ka. Edhe ti kur e shet një skuadër me lojtarë të kualitetit të tillë në për klube shumë të forta, të organizume, edhe performanca e tyre ka qenë jashtëzakonshme në për klube. Edhe normal që e kom favorizu edhe Francën. Edhe kom thonë është pretendenti kryesor për të fitu edhe për të bërë kampion bote. Po si do qoftë, jo gjithmonë futboll vendos kualiteti. Dje pam një Spanjë që vërtet e ka dominu lojën. Dhe me plot merit arriti që ta eliminoi Francën, që ka qenë vërtet favorite. Prandaj jo gjithmonë në këto kompeticione e sidomos futboll fiton më i miri. Lorik, e ke pritur në të vërtet një Spanjë aq stabile, jo se Spanja nuk është superfuqi, por megjithatë po e përsëris edhe vetë drejtori kombëtarës Muharrem Saiti tha se ka pritur më tepër nga Franca, gjë të cilën po besoj shumë kush edhe ka menduar ngjashëm, por që në gjysmëfinalen e mbrëmshme ndodhi kundërta. Realisht Spanja është një kombëtare që gjithmonë është
pretendent për ta fitu, por që ka mujt me vrejtë të ekspertat e analistat e trajnerat e futbollit botëror, shumica para fillimit të kampionatit e kanë bu pretendent Francën, Anglinë dhe Argentinën, duke anashkalu pak Spanjën, nashta kjo dhe i ka motivu ma shumë dhe ja ka lecu pak atë presionin që din me pas kombëtarët. Unë kam thënë me një emision tjetër që Francën mund të menal veç Franca, edhe pikërisht kjo ndodhi dje, sepse e leja i kundërshtarin ta luan të lojën e vet, dhe kur e lejon të Spanjën për 90 minuta ta luaj, ta ketë kontrollin e topit dhe ta diktoj ritmin e ndeshjes, atëherë normalisht nuk i asnjë gjos për të fituar. Kështu që me një mesfush totalisht bllokuar me të Francës edhe total të dirigjuar prej Fabian Ruizit, Olmos edhe Rodrit, i cili për mua ka qenë lojtari më i mirë i ndeshjes, pa asnjë gabim. Ka bu që Spanja lehtësisht ka lejtutje, nuk e kom prit që me fitu kaq lehtë, pavarësisht që kur filloi ndeshja krejt e pam që Spanja është shumë ma në ritëm edhe ka me pas epitetin e favoritit. Pas gollit par, ajo penaltia shumë neglizhente nga ona e mbrojtësit, sepse normal ndodhin ato, sepse ja vjedhi kohën, por e prita reagimin e Francës, po nuk ndodhi. Thjesht nuk kanë element asnjë futbollist, ose më mirë me thonë nuk e la Spanja që të jenë ata në elemente, dhe gjithë ata yjet të Francës për mujen ekipi ose kombëtarja më kompletuar në këtë botëror u lan hije prej futbollistëve të Spanjës, edhe trajnerit, i cili absolutisht për mua ka meritën kryesore që Spanja është sot final. Spanja nuk e lejoj ndër të tjera falorike Francën që të vijë në shprehje. Patjetër që në këtë pjesë luan rol shumë të rëndësishëm dhe ajo taktika e që të dy përzgjedhësve, në këtë rast është Luis de la Fuente që doli fitues, pasi arriti që me ata djelmoshat e tij të kryej pothuajse të gjitha detyrat në përçdorë e parë, dhe kjo bëri që edhe Franca të mos vije shumë në shprehje. Shpesh edhe po i dëgjoj në këto orët e fundit se jo se Franca nuk e ka pas ditën e vet, por po mendoj që në të vërtetë ka qenë Spanja ajo e cila ka arritur që ta neutralizoj Francën. Loriku shkurtimisht e elaboroi jashtëzakonisht mirë. Gjithçka ka qenë kontroll të Spanjës, sidomos mes fusha, edhe arma më e fortë e Francës veçmosht e ditën që është ai tranzicioni, por në asnjë moment nuk e kanë leju spanjollët me përdorur këta armë më të fortë që e kanë. Kështu që merit është e trajnerit definitivisht, por merita më madhe shkon edhe lojtarëve. Nga se gjithçka që kërkohet para lojës, janë lojtarët ata që duhet me implementu qatë kërkesa taktikë, qatë mënyrë të lojës selektorit. Jo vetëm në fazën ofensive, por edhe në defensiv kanë qenë jashtëzakonisht mirë, që asnjë moment nuk kanë leju hapësira që Franca dije çfarë lojtar ka, edhe që shfrytëzon edhe përkundër tentimet tyre, por vendosja e lojtarëve spanjoll ka qenë e jashtëzakonshme. Kështu që gjithçka ka qenë kontrollin e Spanjës. Mënyrën se si e kanë menaxhu, ata njifen kur posedojnë topin, kur qarkullojnë topin, por edhe para se me pas topin posedim, vendosja e tyre ka qenë ose e kanë detyru Spanjën me gabu, ose e kanë rimar topin. Momentin kur kanë posedu topin, atëherë ka një mesfushë shumë kreative, edhe qarkullimin e topit ata janë tashmë me vite dominojnë futbollin. Unë po them kom prish shumë ma tepër prej Francës, po ja që Spanja tregoj që vërtet është ajo Spanjë që ka qenë para 4 viteve. Dhe që e ka vazhduar në kontinuitet, madje po themi ritmin të cilin e ka, e përmende një prej faktoreve që gjithsesi ka luajtur rol të rëndësishëm e pozitiv pikërisht tek Spanja, posedimi i topit bën që kundërshtarët jo vetëm të lodhen, por edhe të humbin durimin. Lëvizjet pa top, që në futboll është shumë e rëndësishme vrapimet pa top. Në momentin kur një lojtar i Spanjës ka posedu topin, atëherë kemi pas vrapime pa top, demarkime që secili prej tyre ka pas mundësinë që të luajë të ketë një zgjidhje, minimum 2 zgjidhje, 3 zgjidhje, 4 zgjidhje. Po çka është më e rëndësishme tek Spanja që nëse ka pas 4 zgjidhje, gjithmonë ta gjen zgjidhjen më të mirë prej atyre 4 zgjidhje. Kështu që mu m'la përshtypje që dje u taku kreativiteti
teknika me fizikun. Nga se Deschamps njihet si selektor që ka dëshirë më tepër në futbollin fizik, por Spanja doli që të jetë më e mirë teknikisht dhe arriti me fitu lojën. Sonte ndërka që kemi ndeshjen e dy gjysmëfinale prej orës 21, Anglia-Argentinë, një duel që pakush po e llogarit si një finale para finales, ndryshe ndodhi mbrëm ndërmjet Francës dhe Spanjës. Lorek, kemi parë një Angli e cila megjithatë qysh nga fillimi shumë kush edhe ka pritur se do të mund shkoj sa më larg për shkak të potencialit të cilin e ka dhe ndryshimi që ka bërë në shtabin teknik me Thomas Tuchelin, por tani kur kësaj jashtojmë edhe paraqitjet e mira sidomos të Harry Kane që po udhëheq anglezët me ato golet e tij, por jo vetëm Harry Kane, Bellingham dhe gjithë pjesa tjetër e skuadrës mendon se ndaj Argjentinës o Lionel Messit do të mund bëjnë diferencën dhe të sigurojnë në një vend në finalen e madhe të 19 korrikut? Realisht po nisi prej fillimit që çfarë potencove, shumë pak po e presin nga ndeshje si ndeshje finale para finales ashtu që the, po inshallah na del më e mirë sepse dje e pretëm një finale para finales, po luajti veç një ekip. E sot inshallah luajnë dy kombëtarët, edhe këna me pa një ndeshje pak ma interesante. Është interesant fakti që në gjysmëfinale për herë të parë në histori të kampionatit botëror ka ndodhur që 4 skuadrat e para të renditura në renditjen e FIFA-s janë tashmë të 4 të fundit mbetura në një kompeticion që është ky për mua më i rëndësishmi në futboll. Ajo që po thu shumë interesant sepse kombëtarja nëse i marrëm me emra, kombëtarja Anglisë është larg më e mirë se kombëtarja e Argjentinës, sepse futbollistët janë luajnë nivele më të larta, ndoshta kanë edhe më shumë përvojë, por nëse shohim te Argjentina, atëherë gjithçka varet prej një njeriu që për mua është futbollisti më i mirë i gjitha kohërave dhe ai nëse është në ditën e tij edhe nëse luan ekipi për të që ka luajt tash 4 vite, ndoshta edhe më shumë, atëherë për Anglinë gjithçka vështirësohet sepse kur ai është në ditën e tij, atëherë s'ka kombëtar në botë futbollist që mund ta ndalë. Po nëse marrëm me emra, atëherë nëse shohim me sfushën në te Argentina, atë lojtarët luajnë në Boca Juniors, për shembull Paredes edhe Depay te Inter Miami, me sfusha e Anglisë është Declan Rice, një prej mesfushorëve më të mirë në botë, lojtar kyç të Arsenalit në fitimin e Premier Leagues edhe deri në finalet të Champions Leagues, tash edhe Henderson i cili ka bënë transferim prej Maastrichteve te Manchester City dhe po tregon ndeshje të mira. Kështu që nëse i shohim dy kombëtarët prej fillimit, se na si gazetar sportit i kena vërcil krejt ndeshjet detyrimisht për shkak edhe të punës, nuk është që kanë bërë ndeshjet më të mira. Për shembull Anglisë mujna më veçu ndeshjen e parë në kampionat botëror, ato ndaj Kroacisë që e ka bërë për mënin ndeshje shumë të mirë, edhe na la me kuptu që po ndryshohet sepse trajneri i ri ka një filozofi më sulmuese edhe po jap ndryshime. Kurse Argentina dihet me ekipin e Gjelbert ka pas probleme, pastaj me Egjiptin, tash sfundmi edhe me Zvicrën, nuk ka fituar asnjë ndeshje lehtë përveç asaj ndeshjes me Algjerin 3-0. Kështu që dy skuadrat kanë pas vështirësi gjatë rrugtimit edhe sot lehtësisht mund shohim edhe në ndeshje vazhdime edhe pastaj Spanjës të bie shumë më lehtë sepse dy kombëtarët ekstrem të lodra dhe Spanja shumë e relaksuar më mi prit finale. Kisha pas qef Anglia me shku tutje, pavarësisht që jam një fans i Messit si krejt që jemi, por besoj që Anglia worth koha që me pa në finale dhe të ngrit këtë trofe, sepse 60 vjet për një kombëtar si Anglia janë jashtëzakonisht shumë. Kështu që kur të folim për Anglinë, kanë do të më kthy edhe te na se shpejt pi lypum sukseset e po shohim një Angli që 60 vjet ka marr kupën e botës, atëherë mujna me prit edhe pak edhe. Duhet kemi durimin. Në fakt është drejtori kombëtarës që ka qenë edhe tek pjesa e trajnerëve tek Kosova, Aram Saiti, i cili do të mund të na thotë më tepër për këto dy kombëtarët Angli-Argentinë. Një Angli që nëse marrim parasysh atë se çfarë shfaqi ndaj Norvegjisë, ishte kjo e fundit që më tepër dominoi lojën. Një Argentinë që pati vështirësi, por që në fund megjithatë ja doli të jetë në fazën gjysmëfinale, pasi që nga faza e grupeve pati probleme Argentina, mos harrojmë që ishte në dizavantazh edhe ndaj Egjiptit, por pastaj edhe me Zvicrën ai kartoni kuq ndryshoi shumë gjërat. Do të kemi një përballje, kemi në një anën Anglinë dhe në anën tjetër kampionin në fuqi Argentinën që edhe tani që ka ndodhur edhe në vitet e kaluara po udhëhiqet nga një 39 vjeçar të tërë fituesi i topit të Lionel Messi. Ndaj Anglisë, çfarë po mendon?
Nëse veç kjo është pyetje njëjtë si e Lorikut, nuk kam çka shtoj tjetër se vlerësimi i Lorikut të ketë jashtëzakonisht i mirë. Për dy skuadrat. Do të thonë se e shoh me Anglinë është skuadër më kualitative. Merr edhe mbrojtjen edhe me Sushën edhe gjitha, është skuadër më e kompletuar. Po aty kemi një individ që e bën dallimin. Nëse është shkëlqimi i mesit, atëherë Anglia do ta ketë probleme. E pam edhe me Egjiptin deri po them 10-15 minutat e fundit Messi nuk ishte ai Messi që por 10 minutat e fundit vendosi shkëlqimi i Messit. Do thotë në këtë moshë ai akoma po shkëlqen. Kualitetet e tij janë të jashtëzakonshme, nuk kemi ç'a e diskutojmë. Ne po flasim këtu ose po paragjykojmë, por janë ata selektorë që vendosin për mënyrën e lojës, për të parandaluar rrezikun nga Messi, nga se fokusi është tek jo vetëm tek Messi, po e gjithë skuadra. Nga se kur të analizohet një ndeshje ose përgatitet një ndeshje nuk merren shumë me individ, por merren me komplet lojën, komplet kundërshtarin. Por nga njëra dhe ne vlerësimet po i themi puna e Messit, kur Messi po jep rregulla edhe po themi që Messi shkëlqeu. Messi ishte lojtari që vendosi lojën. Lojën tjetër Messi nuk po shënon, edhe aty që po themi ne, po themi nuk ja dashni Messit. Po çaj Messi është, çatu kualiteti i ka, çatu dëshirë ka, po nuk pe shoh me organizimin e mbrojtjes se si po e parandalon ose si po i parandalon veprimet e Messit. Si pianol shpejtësinë Messit, si po e detyron me kthy me topa mbrapa Messit. Do thotë unë e pres që Anglia sot të ketë fokusin pikërisht në këto elemente për parandalu. Por Messi prapë edhe nëse përgatitet kundërshtarja e gjen mënyrën nga se vërtet është i jashtëzakonshëm. Ka më qenë një lojë shumë interesante që në këtë rast edhe unë jam shumë fan si Messit, por si po besoj që Anglia do të kualifikohet. Unë realisht jam këtu më fan si Ronaldo, së gjatë karrierës, po kohët e fundit na ka bua edhe neve të Ronaldos, na ka kthy ka Messi. Interesant është fakti që sot kam luajtur për herë të parë kundër kombëtarës të Anglisë, asnjëherë më parë nuk është ballafaqur me këtë kombëtare, dhe çam buni përshtypje është që këtë lojtarët e Anglisë tashmë të angazhuar si analistë nëpër televizione ndryshme në Angli, ishin shumë traptë edhe thonin me bindje që do ta gjejnë mënyrën që lojtarët e Anglisë ta ndalin Messin, e dim që në të kaluarën këto deklarata që janë bë para ndeshjes për Messin gjithmonë janë demantuar nga ai në fushë, kështu që sot kam qenë shumë interesant me po se ata mund të organizojnë Anglisë që të luajnë të bëjnë atë lojën fizike, por ata duhet me di që edhe bash loja fizike kundër Messit asnjë ai konvenon. Sot televizion që i ka mundet mi shkaktu shumë probleme. Është e pashmangshme sepse më nxiti pak lërike për emrin e Cristiano Ronaldos, i cili në fakt zhgënjeu bashkë me Portugalinë, që unë personalisht e kam menduar në fillim se më lart do të shkojë Portugalia se sa në këtë rast edhe Anglia. Edhe Portugalia ka pas skuadër jashtëzakonisht mirë, nivele të larta të lojtarëve, klube, por Kjo por veç për ndërlidhen. Nuk e di. Zotri Saiti, a kanë bojkotu bashkëlojtarët Cristiano Ronaldon? Sepse për nga emrat, siç edhe thatë, Portugalia ka qenë e parafërt me Francën. Po. Nuk mund të them që ka qenë bojkot, edhe pse mediat po e përshkruajnë si lloj bojkoti, ka mujt me qenë një paknatësi, por në momentin kur futet lojtarja nuk bojkoton. Do thotë, por para se të vijë ndeshja është shumë e rëndësishme që atmosfera brenda skuadrës të jetë mirë. Dhe një lojtar, qoftë edhe Ronaldo dhe Messi, nëse tregon jo social me bashkëlojtarët, atëherë edhe bashkëlojtarët nuk e presin mirë. Me gjithë karrierën që e ka Ronaldo, edhe me ardhë këtë nivel që me shprej paknatësi bashkëlojtarët, për mu nuk është okay. Ajo është para përfundimit të karrierës, edhe është lideri, është kapiteni i skuadrës, ai është lojtar që ka bërë histori edhe për veten e vet, por edhe për Portugalinë. Sidoqoftë nga njëherë kur nuk i ki ato aftësitë
siç ke qenë më herët, atëherë mundet me folë edhe goja më tepër, reagimet me qenë të bashkëlojtar. Kështu që ne nuk jemi aty, ne mund me paragjyku, po sidoqoftë kur po shoh disa ish-lojtar të Portugalisë që po shprehen kështu, atëherë ka elemente të tilla. Po. Sepse e kemi parë, Ronaldo dëshirën e madhe e ka pas gjithmonë, si gjithherë, edhe është munduar madje edhe me forcë të shtyjë gjërat, sidomos në këtë kampionatin botror të fundit, që besoj do të jetë për shkak edhe të moshës. Por sukseset e arritura nga ana e Portugalisë faktikisht shkojnë në drejtim të një njeriu, që është Cristiano Ronaldo. Unë jam kështu i vetëdijshëm sepse futbolli është lojë kolektive ose lojë grupore. Vendos individit, definitivisht. Për atë them, sepse kjo është dëshmuar edhe në këtë kampionat botror. Unë i parapëlqej ata lojtarë që kanë bërë histori, kanë qenë lojtarë më të mirë, me përfundu karrierën në momentin e atij zenitit që është. E marr shumë shembull e marr Zidanin. Qase edhe Zidani ka mujtë me vazhdu karrierën, por puna e Ronaldos se Mesit, si kur këta po luftojnë me thy rekorde për mos me arrit askush tjetër. Kështu që kur e keni moshë atëherë është pak gjërat vështirësohen. Nashta vjen shpreh edhe ajo deklarata e famshme, leje futbollin për as futbollin me Leon. Saktë. Po, është normal. Na këtë dim që Cristiano Ronaldo i ka pas vetë dy dëshira para se me mbyll karrierën, e para me fitu Kupën e Botës që nuk ja doli, edhe e dyta me arrit shifrën e 1000 gollave, dokumentuar siç po e potencon edhe ai në deklaratat e tij. Besoj që këto dytën e mrrin Arabi, sepse është edhe 24 gola, dhe besoj që tash fokusi i ekipit tij ka më qenë ai far titullës se veç e fitum, po me ja përmbush kërkesën një biletarëve më të mirë në histori. Po kthehem tek ndeshja e mbrëmshme, ose më mirë po themi tek përfaqësuesa e Spanjës, që veç e ka siguruar finalen, e cila do luhet në New Jersey në 19 të këtij muaji, pra të dielën, prej orës 21. Spanja pret fituesin e ndeshjes së sotme Anglia-Argentinë. Tash hipotetikisht po themi. Kush do të mund t'i bënte molet ball Spanjës dhe ta mposhte Spanjën? Anglia apo Argentina që do të ndeshin në gjysmëfinalen e dytë sonte prej orës 21? Unë po mendoj që Argentina mundet ma letë me u këndërvy për mënyrën e lojës si është. Po këtë është një lojë shumë interesant. Spanja si Spanjë, me vite kemi përcjellë dhe ajo nuk merret shumë me kundërshtaren. Ajo merret ekskluzivisht me lojën e vet. Do thotë me posedim, me vrapime pa top, me kreativitet, me teknik, pa e nashkalu edhe detyrat defansive. Në Argentinë prap po e futi elementin Messi, do thotë nëse ai është ditën më të mirë, atëherë është problem, është për me e ndalë. Sidoqoftë këto janë ato që ne para lojës japim vlerësime, po loja mundet me na sjell krejt diçka tjetër. Si rasti i Francës që ka qenë jashtë parashikimeve. Po, punohet shumë fatos, definitivisht shikimin e parë futbolli duket i thjeshtë, por është shumë kompleks. Sidomos në vitet e fundit për shkak të ndryshimeve. Shumë kompleks është, nga se mos them aty vendosin milimetrat, centimetrat e vendosjes lojtarëve. Nga se tash është ajo mbrojtja zonale, edhe secili lojtar ka përgjegjësinë për atë zonë. Por nëse krijohet ajo distanca mes bashkëlojtarëve, atyre mundet më futë edhe rreziku një lojë, një top kërcënues, një top në thellësi që lojtar din me shfrytzu tash maksimalisht. Po një skuadër e cila është kompakte vazhdimisht 90 minuta me ato lëvizjet që i bën, atëre është problem. Sidoqoftë ata punojnë këtë drejtim, edhe po shpresoj që kena me pa një finale jashtëzakonisht të mirë. Spanjën veç që kemi, njëjta pyetje, kështu e kuptova që dëshira është Anglia, por mendon se Anglia nëse s'u të eliminon në Argentinën në gjysmëfinale, pastaj në atë finalen e madhe ndaj Spanjës, do të mund që më në fund t'ja fund asoj pritje së gjatë.
Off the record e përmenëm, edhe unë e thash që Argentina mund të bëj boll më shumë se Anglia, kjo tjetra është dëshira ime që Anglia me fitu tash, pas siç e mu eliminu veç dëshira e parë e Francës. Por besoj tash nëse kthehemi me analizu, besoj që pse Argentina mund të bëj boll më shumë, është për shkak se luajnë më shumë si ekip, luajnë më shumë, luajnë më shumë fizikisht, edhe presionin e kanë 1-1 edhe gjithçka çka bujnë ata mbrana fushës është shumë ma dirty football se so Anglia, luajnë futboll pak ma latin edhe ma si këto kombëtare të tjera, këta evropianë ma toshpër sakt. E këta kombëtarët e Evropës e keni pasur nuk dinë me bu futboll toshpër, nuk dinë me bu atë lojën që gjithçysh më arrit deri te fitoria. Ja mendoj që Argentina nëse më rrin deri në finale atëherë kur gjithë ka qenë vitit 2022 që kanë luftu për Mesin, që do të jetë vitit 2026 sepse e dim që do të jetë absolutisht i fundit, edhe nëse Messi arrin 2 herë rresht me fitu kupën e botës, jo që su kry debati, po që tash për një mes kishte unë mua hapësiras mu qelë debati, se kush është ma i miri i historisë. Kështu që besoj që Argentina më shumë mundet me bu ball Spanjës, po dëshira jam është me shku Anglia dhe me po prap një futboll mes dy kombëtarëve evropiane, po jo tu e dominu lojën komplet Spanja se s'kish me qenë interesant finali. Ku e thoe Lorik debati, unë mendoj që nuk e di, nashta nuk e kam me drejt, por për mu nuk vendos ajo për shkak trofeve, a është lojtari më i mirë apo jo. Se tjetër është kur je lojtari më i mirë, edhe tjetër është kur je lojtari më i suksesshëm. Po mendoj se Messi është padyshim lojtari më i mirë. Mundet tjetër kush me pas rezultate më të mira si ekip, si skuadër, më bë edhe 3 herë dhe 4 herë kampion, po si lojtar, unë mendoj që Messi është shpesh debatet që janë bu kanë qenë për shembull për Mesin se s'ka dal kur shumë devun prej Barcelonës, se Ronaldo ka fitu titull edhe në liga tjera dhe këto e kanë vazhdu debatin shkaku i kësaj që Ronaldo ka qenë kompetitiv edhe në La Liga edhe në Premier League edhe në Itali me Juventusin e tash por me Portugalin pavarësisht që ka fitu ligën e kumbeve dhe Europianin, botërurin se arriti, nëse rrim prap Argentina, besoj që kishte qenë shumë interesante dhe shumë sukses i madh edhe për Argentinën vet, po normal edhe për Leo Messi. Pajtona që Messi është lojtar më i mirë, po për mu u mbyll debati. Në fakt, po, janë numrat ose statistikat ato që edhe shpesh kanë bërë që të mendohet një krahasim i tillë në mes Lionel Messit dhe Cristiano Ronaldos me këtë të fundit që në të vërtet bëri çmos fol disiplinës së tij që të hyjë në histori si një futbollist i cili në të vërtet ka garuar me një lojtar që ja ka folë Zoti si është populli e kollën tij. Tash nëse i marrim profilin e dy lojtarëve, është shumë interesant. Unë e them, jo që e them unë, po që e kanë thonë njerëz shumë më të ndaj se unë, ajo që është e lindun është shumë më e fuqishme se sa ajo që fitohet me punë. Derisa Messi e ka të lindun, Ronaldo ka arrit me punë, po nuk pajtona që thojnë disa veç me punë, jo, edhe ajo ka talentin, pa e pas talentin nuk ish mujt me... Edhe Messi në të këndërtën e ka, vaj me punë, se ka veç të lindën. Ti pa e pas talentin, okej, nëse e ke talentin, puna ta zhvillon talentin, po nëse nuk e ke talentin, atëherë është problem me kompensu me punë. Mbetesh, po e marrëm edhe Jamal, do thotë është një lojtar i cili moshën 16 vjeçare ka qenë lojtar standard në Barcelonë, lojtari më i mirë. Edhe ai ka ushtruar me bashkë moshatarët e vet. Ka pas njëtin trener. Puna e njëjtë është bërë me gjithë ata lojtarë. Ku janë të tjerët e ku është Jamal? Do thotë ky ka pas talentin edhe ka dal në sipërfaqe. Jo gjithmonë, unë puna është shumë e rëndësishme, po pa e pas talentin është problem. Kështu që Messi t'ja ka dhënë Zoti atë dhunti edhe po e shfrytëzon. Po. Për të sa po flasim për Lionel Messi, në të vërtetë është në mesin e dy galëshnuesve më të mirë, me nga 8 gola është Kylian Mbappé, që të dy kanë mundësi të realizojnë edhe gola të tjerë, më në përparësi mund të jetë Lionel Messi, por gjithsesi do të mbetet të shihet se do të vazhdojë shkëlqimin e tij me ato golat. Për ka paraqitja individuale kemi pa një Mbappé që vazhdoi me gola, besë ishte golashnuesi më i mirë edhe tek Real Madridi. Por edhe ato 8 gola të shënuar nga Mbappéja nuk mjaftuan në këtë ngjarje, nga se
Po besoj, po pajtoheni edhe ju që në kampionate botërore të realizosh për 6 ndeshje 8 gola është jashtëzakonisht gjë e madhe. Turner. Edhe në turner me buka shumë golla, është shumë interesant. Ajo që më kalon për shtypje dhe që pajtona me shumë analistë të futbollit botëror është që ai është Mr. World Cup. Njeriu i Kupës Botës, 21 paraqitjen Kupë Botës, 20 golla. Dje ka qenë hera e parë prej që ai luan futboll për Francën që është eliminu për kampionatin botëror duke mos e llogarit atë finalen, sepse finalja veç humbet, nuk është më eliminim aty. Edhe në 2018 e ka fitu me Francën, dje ka qenë hera e parë që ka humbur një ndeshje edhe ka shkuar në shtëpi mas asaj luajës, që ke kallëzon shumë për faktin se çfarë lojtari është. Për mua është një lojtar më i mirë në botë momentalisht, pavarësisht që shumë është debat për këtë pjesë, por për mua ka shumë parametra që e bëjnë tillë. Edhe sa përket golla shënuese, ajo që po bën shumë përshtypje te Anglia është 2 futbollistë kanë numrin 1 golla, komplet ekipa ka shënuar 13 golla, 12 golla janë shënuar prej Harry Kane edhe Jude Bellingham, 2 nga 6. Kjo lista e top golla shënuesës është e hapur sepse tash vani i tretë Mbappé mundet me rrezikun atë ndeshje me shënu, por nëse arrin Messi mu shpall golla shënuesi më i miri i kampionatit botëror moshën 39 vjeçare, atëherë veç mja heq kapelen, edhe nëse me zgatë ma vete. Ose ka futbollistë tjerë të cilët janë në moshë më të re, por të nivelit të lartë. Harry Kane, po, Harry Kane e kemi parë tek Norvegjia dhe Erling Haalandin. Pak fjalë për këtë pjesën e lojës individuale ose paraqitjes, apo po themi performancës së jashtëzakonshme që e kanë bërë Lionel Messi dhe Kylian Mbappé. Nga 8 gola që të dytë. Po, është kualitetet i kanë të jashtëzakonshme, edhe Mbappé është lojtar shumë komplet. Po unë me këtë ndryshimin e sistemit dhe shtimin e skuadrave, sikur po analizohen ata lojtarë që kanë qenë më herët. Do të thotë kemi numër më të madh të ndeshjeve tash. Nga 32 ekipe sa kanë qenë tash 48. Ndoshta edhe kualiteti është mos them më i dop, po kemi skuadra që kanë marrë pjesë për herë të parë. Sidoqoftë nuk kemi sa folmi për individualitetin e tyre. Nëse unë nuk e kam luksin të flas fatos para se me dal ata tregues të lojës. Se çfarë kampionati ka qenë ky në raport me kampionatin para 4 viteve. Po mund të them se nëse bëjmë një krahasim para 20 viteve është një futboll totalisht ndryshe, është më dinamik, më vrapus, më taktik, më teknik. Sidoqoftë nëse marrmi vrapimet që janë shumë rëndësi në futboll, del që Messi është lojtari që distancën e vrapimit total e ka më pak se gjithë lojtarët. Po është më i miri. Është lojtari që më shumë ecë se sa vrapon. Por vrapimet e shpejta i ka më tepër se të tjerët edhe atë vendos. Domethënë jo gjithmonë vendos pse një skuadër e ka vrapimin total më shumë se sa tjetra, por vendos kualiteti i vrapimit. Këtë rast vrapimet e shpejta që po e bujnë futbollin shumë ma dinamik. Ma dinamik, gjë të cilën e kemi edhe ne tek përfaqësuesja e Kosovës. Ishim afër që të realizonim një ëndër, nga se mësuam në ndeshjen finale të play-offit ndaj Turqisë, e cila nuk realizoi as gjysmën e asaj se çfarë ishte parashikuar për nga Turqia. Një kombëtare të Kosovës që do të nisë rrugtimin në Ligën e Kombeve gjatë muajit shtator në grupin e tretë nëse nuk gaboj me Irlandën, Austrinë dhe Izraelin. Pse mora shkas pak të përmendi kombëtaren e Kosovës, sepse juve jeni drejtori i përfaqësuesës, edhe kemi parë që gjatë afatit kalimtar janë bërë disa lëvizje, jam i bindur shumë pozitive të reprezentuesve tonë. Albion Ramoni kaloi në një kampionat shumë të fortë siç është ai me Venecian në Itali. Kemi ende dyshime se çfarë do ndodhë me Aslanin, sepse në garë janë shumë ekipe gjigante në mesin e të cilave Borussia Dortmundit, madje dhe Barcelona, por gjithsesi kudo që do të shkoj jam i bindur se do të shkëlqej. Edhe Leipzigu. Edhe Leipzigu. Por përmenda këto më në top që janë.
Tash kjo është një temë Pak fjalë le të themi sepse shtatori zonë. është shumë afër Po, edhe definitivisht, dëshira, por po ashtu edhe mundësia në të vërtetë. gjithçka jemi të punu në drejtim, stafi veç është duke punu. Është për ne shumë është me rëndësi edhe kjo Liga e Kombeve, nga se ta mundson nëse nuk arrin kualifikimin e zakonshëm nga kualifikimet për kampionat evropian, atëherë ti mund t'i kthesh play-offi si rasti i Suedis. E keni shans dytë. Po, kemi shansën e dytë. Që them të drejtën, ne kur kemi analizu skuadrën, kemi analizu profilin e secili lojtar, para se të angazhojmë fodën, edhe kemi vlerësu, kemi thonë diçka, ose po dojna me bo diçka, se kështu nuk po funksionon, ose po e ndrojmë komplet gjeneratën, e të merremi me lojtar 3 për 2 vite, mos presmi suksese rezultate, ose të vazhdojmë me këta edhe të këshyrmi çka po mujna me nxerr. Po ku a problemi? Edhe kemi punu me jave, me muj, edhe duke analizu profilin e secili lojtar, atëherë na doli që këta lojtar e kanë përvojën, e kanë kualitetin që këta dhe 2-3 vite minimum duhet na mi shfrytzu, po e nevojshme për ne është selektori. Një selektor të mirë, atëherë mundet me bo punë të madhe me këtë skuadër. Edhe që them të drejtë nuk kemi pritna me njëherë që në këto kualifikime që kalun, Për një kohë shumë shkurt. t'jemi aty ku ishëm. Edhe rrugës na u dha mundësia. Ne gjithçka kemi bo për kualifikimet për kampionat evropian edhe për këtë ligën e kombeve. Selektori, kemi thonë, na him me kitë forcen, me kitë fuqin, po jotja është që me përgadit ekipën prej tash për kualifikimet për kampionat evropian. Dhe ai si kur arriti para kohe, me rrit ekipën, me lojtar, mande ardhja disa lojtarë që na ndihmon shumë, edhe po mendoj që kemi bërë tash një skuadër shumë konkurruese. Ka marrë dhe lojtarë se Po shumë po konkurruese. flitet ishe edhe duke e bërë këtë pyetje. Po. Ta mura pak. Jo, Lojën po defekt profesional. Absolutisht pajtuam. Edhe me patjetër na kena me kërku kualifikimin për kampionat evropian. Kështu që projekti është mirë të shku, jemi të kënaqur edhe me selektorin, me stafin, është fatmirësisht është e mira e kësaj që lojtarët po bujnë transfere të mira që për ne si kombëtarë është shumë e rëndësishme, nga se është një orë botërisht që kombëtarë angazhohen ata që kanë performancë mirë nëpër skuadra. Edhe nivelet larta. Edhe nivelet larta ku janë. Prandaj këta tashmë e kanë përvojën, e kanë eksperiencën, janë nëpër skuadra të mira, edhe pse të mos kërkojmë edhe kualifikimin. Dy lojtarë shumë interesant që mu më ka rënë sy që s'luajnë tash për kombëtarën e Kosovës, por që potencialisht talën mund me lujt. Është Erblend Osmani edhe Arjan Ibrahimović, dytë kanë qenë te Bayern München. Biles fund me e pa ma një fotografi. Erblend Osmani. Po. Fotografinë e kryetarit federatës Po, me ishte sfundi. Ibrahimovicin, edhe me Osmanin e kemi pa në takim. A janë këto vish takime m'jau prezentu projektin, a janë takime që po na sjellim fryte që më bashku, sepse e dim që tash është shumë lehtë se para 3-4 vite me afru lojtarë, sepse kemi mri një përvojë, kemi pas një sukses që për neve pavarësisht që se kemi mri kualifikimin në sukses me shku deri 90 minuta ofër. Paktën unë e konsideroj ashtu, apo është ma lehtë tash mi bin lojtarët edhe a kanë me ardhur me lujt për Kosovën, çka po na intereson. Shpreh është një pyetje e cila ndoshta nuk mundet më dhënë edhe përgjigje saktë. Okej, a janë bisedime të Na mira. jemi në bisedim, edhe po ju them vesh diçka që nuk ka lojtar shqiptar, që nuk kemi diskutuar, që nuk i kemi bë ofertë. Po flas për lojtar që janë potencial për kombëtarën, sepse ne vazhdimisht ne kemi thonë që ne shkojmë më tepër në kualitet se sa në kvantitet. Jemi në rrugë të mirë, definitivisht, po mes me lëndu procesin, atëherë ne jemi shumë të kufizuar për me dhonë ato. Na e presim momentin e fundit kur mirët vendimi, edhe atëherë dalmi. Kështu që jo e patë e përmend edhe takimet, se nuk janë ato takime rastësore, kështu që është të punu në drejtim, jemi në rrugë të mirë, të shohmi. Diçka e mirë po vjen Lorek. Inshallah. Diçka e mirë po vjen. Nga se ti ju e dini tashmë jeni jashtë futbollit edhe merrni me këtë pjesë sa është e rëndësishme që në skuadër me fut konkurrencë.
derisa më herët kemi pas probleme të jashtëzakonshme, mungesa 2-3 lojtarëve, jemi penalizu. Tash është një situatë shumë tjetër, që e kemi një konkurrencë jashtëzakonisht të mirë. Uroj që lojtarët jenë formë, të mos kenë lëndime, edhe ta presim shtatorin që është më së miri. Në këtë drejtim ju dëshiroj shumë suksese. Në të njëjtën kohë mbas është mirë të kërkoj falje sepse ju premtova se nuk do t'ju mbaj zgjat, por shpesh po mundohen një gjë e tilla edhe me mysafirë të tjerë, se vërtet kalova shumë një bisedë të këndshme me drejtorin e kombëtarës së Kosovës, Muharrem Sahiti, përposhtë me kolegun dhe shokun Rekja Shanica. Kënaqësia është e imja, fatos aq më tepër kur ke qenë ish futbollist dhe me juve shumë është ma lehtë mi shtjellu këto temat e futbollit. Po ashtu edhe me Lorikun kom pas që vërtet ka një uri të jashtëzakonshme për futbollin, e përcjell futbollin, ka një pasion që neve na ndihmon kjo. Unë kanë herë them ato kritikat që janë me vend na ndihmojnë shumë, por jo edhe ato kritikat që perinate individuale hipen e çapo dione. Kështu që kur është puna e kombëtari është e gjithëve. Nuk është vetëm e jona që aktualisht jem aty, se ne sot jem mund vinë të tjerët, por për sene madhore do të jemi gjithë zbashku. Edhe struktura shtetërore dhe gjithçka, nga se ne e dim saktë se çka bujnë shtetet tjera për kombëtarën. Sa interesohen, sa ndihmojnë, sa vlerësojnë, do thotë ajo neve na duhet, jo që kemi vrejtje, nga se deri më tani vërtet kemi pas mbështetje nga gjithë, edhe uroj që të vazhdojmë këtë mbështetje për të arritur atë qëllimin final, kualifikimin. Shumë faleminderit që të dyve edhe një herë në emër të redakcisë së sportit dhe ju dëshiroj shumë shëndet. Kishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe një herë themi drejtorit të kombëtarës së Kosovës në futboll Muharrem Sahiti, si dhe kolegu tim e shokut gazetarit nga Gazeta Blec, Rekja Shanica. Këtu erdhi fundi i emisionit special kushtuar kampionatit botror të futbollit në RTK Radio. Kujtojmë që ishim live edhe në rrjetin tonë social Facebook. Ju ftojmë të qëndroni edhe me tutje me programet tona në vazhdim në RTK Radio. World Cup në RTK Radio.